Skënderbeu u dha tani pas detyrash civile dhe lavdesh të tjera të kësaj dore. Mirë po, vdekja aq e pikëlluar e mbretit Alfons u lajmërua asaj vere. Largoi aq tepër nga gjithë punët publike dhe private dhe dërmoi aq shumë me idhërimin e vet, saqë u marr shumë ditë me nderimin zyrtar të kësaj humbjeje, me zi e pikëllim publik, duke lënë mënjan hallin e armiqve dhe duke shlyer krejt nga mendja fitoren që pat para pak kohë. Dhe me të vërtet, Alfonsi, që jo i pa denjë për të marrë me vete vajet pa mbarim dhe lotët e sinqerta, jo vetëm të epirit dhe të alatëve, por edhe të botës mbar, me çena më i mirë nga gjithë më të mirët. A i la në pikëllim më të madh çdo farburi të ditur dhe ushtarak. Bashkë me të, u zhdukën njëkohësisht edhe çmimet e tij për letrat, çmimet për armët dhe me zor, ndoshta pas një kohe shumë të gjatë, kam për të rikthyer derimet për të gjithë dijet. Andaj le të na lejohet nga të gjithë, të mos nga brezat e arshëm, të themi se për shumë shekuj së zhdukur ndonjë çmonjës i burërisë dhe i vlerës njerëzore më i mirë se ai. Veç kësaj, kush nuk do ta lavdronte me fjalët më të përshtatshme, begenin mbretërore dhe zotësinë e mendjes së atij burri, për të gjykuar në çdo orë si për punë shakaje, si për punë serioze. Me fatin lozonjar që eri ecte, siç ndodh, e thuhet se zor të ketë lënë ndonjë mbret tjetër i ajti shekulli pasuri dhe fesare më të mëdha. Kështu e përjotin me të drejtë, ju desh të vajtonte mikun e vet, aq besnik, dhe të fuqishëm që ndroi jetë. Mikun prej të cilit, po t'i vështronje qoftë fatin e mirë, qoftë vullnetin, mund të kishte si prej ndonjë thesarit të vet, çdo gjë të nderuar dhe të dobishme. Vetëm një gjë ja paksonte disi i dhërimin të pikëlluarit, që Alfonsi kishte shumë plak dhe prandaj mendonte sa i shkoi jo kundër ligjeve të natyrës. Çdo detyrë tjetër, nderi dhe përshpirëtie që mbeti në këtë rast, u krye me shpejtësinë dhe urtësinë më të madhe. E delegacion u dërgua për tek i biri, Ferdinandi, mbreti i ri, me qëllim që ta ngushëllonte për vdekjen e tij dhe njëkohësisht ta përgëzonte sipas zakonit për pushtetin e ri mbretëror, por edhe ta bënte për vete dhe t'i jepte djaloshit zemër. U ki përmendur shërbimet atrore dhe miqësinë e pirjote. Delegacioni në fjalë sillte me vete edhe dhurata të zakonshme që e nderonin, si edhe porosisnin që të risillte në Epir, Hamzan, cili prej kohë po përpiqej me anë të mëshirimit të fatit të vet, të autoritetit dhe të mirësisë së miqve, të pajtojë rishtas me të ungjin. Ai ishte dhe mbaja akoma i mbyllur në burg, sepse megjithëse që nga ndryshimi në fjalë i gjendjes dhe nga fati i ri Ferdinandit, që arriti kulmin, që në bërë shumë ndryshime dhe u qenë hequr prangat pothuajse të gjithë me një gëzim publik aq të madh. Prapse prapi kish urdhër që Hamzai të mbajë në roj si edhe më parë, si një peng i sigurt i të ungjit, me qëllim që të mos i prishej zemra Skënderbeut, po të liroj ai. Delegacioni ynë e priti me nderime më të mëdha që mund t'i bëheshin, sidomos në një gjendje të rënditur si ajo, kur në të katër anët kish plakosur zia, kur në mbretërinë e re kish ardhur ende paqe e turbulluar fort nga vdekja e Alfonsit. Pasi Hamza u soll në kruje, përsëri u vendos nga i ungji që të mbahej i mbyllur, por në një burg më pak të rënd, por qarjet e papushuara të nimit dhe lotët përzirë me lutje, e zhdukën dal nga dal edhe atë repsi, e mëri që mbetej e kështu Skënderbeu,
atë zemër atërore, ja fali së shpejti jetën, bashkë me lirin, dhe gjithë nderet. Por Hamza, i cili sa aron të pengun që kish lënë pranë Otomanit, dhe kish frikë, po të gëzon të lirin dhe mirësinë e të ungjit. Për gruan dhe fëmit, pasi shprehu falëndërimet dhe respektin më të madh, i tha: Ti mendove për shpëtimin ton, jo për ndonjë meritimin, por vetëm nga zemërgjërsia jote. Është e udhës që edhe unë, s'po i gëzohem dot bujarisë, sate, lidhur me shpëtimin e jetës dhe të nderit tim. Të kujdesem për jetën e të tjerëve, dhe të mos i marr krejt në qafë. Sot në këtë mirëbërësitë tënde, ata, që dikur i mora në qafë, e pa besim time. Pranë Mehmetit ndodhet gruaja ime fatëzesë. Ta jetojnë atje për një kohë të gjatë, dhe do të jetojnë derisa Tirani do besoj se unë vazhdoj të jem i tij, pranë teje. Dhe ai do ta besoj këtë, dhe marr vesh se unë, se kam pranuar mirësinë tënde të tanishme, dhe faljen e jetës të lirisë. Për ndryshe, ajo e gërsirë, që na ka zënë neve besë, do ta shqyej fare, do ta coptoj pengun e kotë të besës sot. Dhe gjaku i pafajshëm do të paguaj dënimin e krimit atëror. Duhet që Otomanit ne t'i hedhim ndonjë farë drejtësie, me qëllim që unë ta shpëtoj dhe ta ruaj ndërkohë të gjallë pengun në fjalë, derisa mund ta shiroj pastaj krejt. Në rastin më të parë, do të më paraqit. Sonte unë do të marr aratim nga kruja. Gjoja sigur të janë hapur burgjet pa dëshirën dhe dijenin tënde. Dhe të shkoj te Mehmeti, duke u shtënë se ruaj ndaj tij tërë dashuri, besnikërinë e dikushme. Unë nga punët e tua s'do të lasë, qoftë pa dëgjuar, qoftë pa i treguar mbretit. Beson letë, siç bëja zakonisht më parë. Atëherë kur isha me fat më të mirë pranë tij. Në këtë mënyrë, pasi t'ja heq çdo dyshim që mund të ketë për mua, nga shkaku i robërimit tim dhe i qëndrimit të gjatë pranë teje, do të mund të iki prej tij me gjithë familjen. Në këtë punë, do të më ndihmosh edhe ti, po të jetë se do të tregosh botërisht ndonjë farë mëzitje të madhe për ikjen tonë dhe fajin për të do t'u angarkosh si zakonisht rojeve të burgut. Ndërkaq, për sa kohë që do të qëndrojmë pranë Tiranit, duke pritur rastin e kthimit tonë, ne do të na kesh atje në vend të zbulojnësit dhe të vrojtojnësit. Asgjë s'ka për të godisur e gatitur armiku kundrejt teje, që t'i shpëtoj veshit e gjykimit tënd. I unë gjë si më hoj asgjë, por i tha: Gjersa ne ta falëm ty jetën, o Hamz, dhe gjërat e tjera që ta zbukurojnë atë, nuk të pengojnë mas pak që të kesh prej kësaj faljeje, për fitimet më të mundshme dhe të shpëtosh njëkohësisht ata, cilët me të drejtë mund të padisin në jetë të jetëve, si borxhli të shpëtimit dhe lirisë së tyre. Shko nisu, gjeje kohën dhe rastin më të mirë për vete dhe korrigjoje më në fund veten tënde, derisa mbetet mjaft kohë për të ndrequr e korrigjuar. Ne do besojmë ty për të gjitha dhe aprovojmë planin tënd në fjalë. Asnjëriu s'do t'i hiqesh drejdi, asnjëri s'do të gënjesh, o Hamz, veç veten tënde. Nëse do të vazhdosh, edhe më të shkosh pas besimit dhe miqësisë së barbarit. Sepse pranë ti janë në rrezik të barabartë, si trupi, si shpirti yt dhe i njerëzve të tu. Për ne, kur doherë që të vish, s'do të gjetë gëzim më të madh. Dhe pranë nesh do të kesh po të vënd, fati dhe nderi. Të gjitha këto që u thanë, unë me njëherë në zbatim. Sa po u thanë, dhe po thuaj me të njëjtën shpejtësi.
E me kujdesin e eshtur të ungjit, Hamza u largua brenda po asaj natë, nga krye. Në mëngjes, përhap kudo lajmi i ikjes së tij, ndërsa rojet u qortuan rënd për plogështinë e tyre. Ai kur arriti te Tirana, me zhurmën që u bë rreth ikjes së kurdisurve, ja mbushi lehtë mendjen për gjithë ato që pat menduar, dhe për shumë gjëra të tjera më të rëndësishme. Megjithë këtë, Hamzës si u kthye më kur nderi më pashë, jo për dyshim të besimit, por më tepër për fajt të vetë fatit. Sa për kthimin e tij në Epir, ai ose s'u kujdes, ose s'pati mundësi që të ikte, kështu që çdo zotim i tij doli i kot. Por thonë se ai vdiq pas pak kohë në Konstantinopol, duke lënë atje gruan dhe fëmijët. Ndërsa shumë besojnë se u elmua nga Mehmeti, i cili s'duronte dot ta kishte për më gjatë para syve dhe ta shikonte të sille si ndonjë shkaktar i Kërdis Matjani që la nam. Në këtë mënyrë ai e gjeti dhe shkonjësin e pabes së vet andi nga kish frikë fare pak. Dhe kështu mbaroi ky burr, sigurisht jo i padëj, për të përmendur. Sigur natyra tua kishte vënë më mirë fren pasioneve të pazakonshme e lakmis për të mbretëruar. Skënderbeu gjatë kësaj kohe pa turbulluar gjëkundi paqen me amurin e Sinanit, përveç ndonjë rasti kur furia e ushtarëve vepronte në kokë të vet, duke vizituar herë Dibrën, herë vendet e tjera të krahinës. Bëri shumë ndërtime të dobishme dhe të bukura për krahinat, sidomos në Mat, ku shumë monumente të vjetërve të sheshuara gromada për te, po prisnin të rindërtohesh. Ndërkaq Otomani, i cili shpresonte, për shkak të pushimit në fjalë të tanëve, të ripajtohej me të, spushoi të vepruari, me anë të amurit të Sinanit, por të marrë vesh me Skënderbeun, për çështjen e tentuar sa e sa herë më kot. Por me gjithë lutjet e veta, ai si arriti dot kur paqes zyrtare. Paqja e veçuar me mbretërorët u mbajt. Në këtë mënyrë, me që turmat ishin mësuar pak nga pak me pushimin e përmendur në lart, dhe urrëtia armiqësore kishte pushuar nga të dy anët. Dhe paqja, me përjashtim vetëm të emrit, u lulëzonte me tërë djedhimet e veta, si të ish zyrtare.